Gjë është parashikuar për ata që besojnë dhe kanë lexuar libra. Para se të fillona biseden me juve, e kisha të ftuar edhe një neonatologe në pjesën e parë, që e shpjeguan procesin dhe rëndësinë e kulloshtërës, së qumshtit e xhirit, që javët e para është me më shumë protein, me më shumë yndyrë, që pastaj fillon me qenë me më shumë ujë, që fëmia s'ka nevojë për ujë deri në muajin e 6, dhe këtë e ka rregulluar Zoti te organizmi i njeriut dhe shkenca e ka vërtetuar. Prej kësaj teorie, do doja të dija sa ngjashmëri ka në përgjithësi organizmi jon i ndërtuar ashtu siç është me atë çfarë shkenca e studion çdo ditë. Më vjen shumë që janë këto tema të cilat mos i njeri zakon do të më interesonin shumë. Lidhshmëria e religionit dhe e mjekësisë, proporcionaliteti, çfarë parashet mjekësia, çfarë fia besimi jonë fetal. Dhe lidhshmëria mund të theme që shkenca i vërteton proceset e besimit fetal rreth 70-80%. Kështu që për mua ishte shumë e rëndësishme bëj një krahasim të religionit dhe të mjekësisë, pasi unë jam besimtar dhe besoj në Zotin dhe në madhësinë në gjithësisë, atë që ka kriju gjithësinë e plot, dhe që është e rëndësishme të shkruhet një libër i tillë, cili është a ka dallim, cili është ngjashmëria, çfarë na mundësot njëve që të qeverisim, që të lëvizim me jetën tonë, por ndoshta nganjëherë edhe me jetën të tjerëve, për atyre që janë të smurë, sepse ne nuk kemi drejt të manipulojmë jetën dikujt tjetër. Çdo njeri ka jetën e tij. Ne mund të lëvizim, të vendosim apo qeverisim vetëm me jetën tonë. Por që nga lindja e njeriut është plotësisht e qartë, do të asnjë shkencë, asnjë proces shkencor, asnjë inteligjencë artificiale nuk mund ta krijon njeriun sikur e ka krijuar Allahu, sikur ne jemi. Në kokë janë sytë e vendosur, honda goja, pastaj është koka me lëvizje të mjaftueshme, por që edhe zemra është e vendosur në kafazën e karaorit. Kështu që është e mbrojtur nga eshtrat, nga shtylla e korrizit, sepse është një organ shumë i rëndësishëm për organizmin dhe është i mbrojtur nga lëndimet. Në bark edhe nëse lëndohem dikon, lëndohet zora, poshtë, kështu që mund të reparohet prapë. Do thotë e rëndësishme është që truri është vendosur në kafkë, me eshtra shumë të fortë, edhe nëse lëndohet është shumë i mbrojtur, do të nuk lëndohet, nuk dëmtohet shumë lehtë. Gjitha këto janë krijuar, janë ideuar nga Zoti për çështje të ndryshme.